si, po LDK-ja besoj do të jetë para, LDK-ja besoj rritja është i pasojë e rënies së vetëvendosjes. Ajo ka me ra pa marrë parasysh, po vjen keq për një pjesë të diasporës, si kur po flasin me tifozllok. Sikur me bë tifo për futboll. Nuk ka futboll, na e kemi jetën tonë këtu. Na po votojmë, i ka fitu 51% për 15 muaj, 3 herë, i ka fitu 3 herë me na çunë zgjedhje, 6 vjet me na shkatru, gjithçka me na shkatru të ardhmërinë tonë, fëmijëve tonë, edhe me thonë ata prej atij me thonë jo kemi ardhur na se kemi ja dhënë votën. Është turp, do të me kuptu na po flasim për jetën, nuk po flasim për anim. S'është me rëndësi, për unë thash PDK-ja, po edhe LDK-ja, edhe cila, po këta duhet mu largu 6 vjet, me pas bon edhe ku me ditë çka. Domethënë edhe të arritura me pas zakonisht partit bin. Domethënë e jo me 20 miliardë i ka menaxhu, nuk dim çka ka bën. Faleminderit shumë. Ose 1 miliard. Hajde, kalofshi mirë. Shëndet.